Aurel Bylukbashi zhvilloi takimin e parë me gazetarët që pas emërimit si drejtues i ri politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës. Në fjalët e tij të para, Bylukbashi tha se qëllimi i tij në këtë detyrë të re do të jetë për të ndërtuar në qarkun e Vlorës një pol të fortë opozitar. Ai theksoi se opozita duhet të bëhet e besueshme dhe fronti duhet të jetë gjithëpërfshirës. Vlora nuk është e kuqe, Vlora nuk është e majtë. Jemi këtu për të punuar seriozisht dhe për të ngritur një pol të fortë të opozitës në qarkun e Vlorës, jo thjesht për t'i bërë kashillik pushtetit, por për t'i thënë qytetarëve që ka dhe një alternativë tjetër nga pushteti i Soçët. Dhe kjo është Partia Demokratike dhe aleatë e saj. Dhe në të gjithë të folurën time do t'ju them një gjë që do ta dëgjoni dhe më shpesh, nuk kam për të folur asnjëherë vetëm për Partinë Demokratike, sepse mendojmë që fronti opozitar, jo vetëm në Vlorë, por në gjithë Shqipërinë, është shumë i gjerë se një forcë politike e vetme. Fronti opozitar janë jo vetëm partitë politike që nuk janë pjesë e majorancës sot, por ky front opozitar duhet përmbaj brenda të gjithë njerëzit të cilët janë dhe mendojnë një zhvillim ndryshe të Shqipërisë, të Vlorës, ndryshe nga zhvillimi i sotëm i drejtimit të qeverisë Rama. Dhe unë mendoj që ky front opozitar, që të bëhet një front i madh dhe i besueshëm për njerëzit, duhet ketë në radhë parë intelektualët dhe njerëzit e mençur të këtij qyteti. Bylukbashi ka vlerësuar edhe paraardhësinë e tij në detyrën e drejtuesit të ri politik të Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, Bujar Leskajn, si një figurë me kontribute dhe premtoi se do të çojë më përpara punën e zhvilluar prej tij. Bujarin jam mik i vjetër dhe gjykoj që Zoti Leskaj ka një kontribut shumë të madh për Partinë Demokratike, në gjithë vitet që ai ka qenë deputet, të mos harrojmë faktin që në 2005 ai dhe Kollozi, 2 mandatet e tyre bën që ne të ishim në majorancë dhe më ka premtuar dhe jemi në kontakt me njëri tjetrin që unë do të vazhdoj punën e nisur nga Bujari, sepse ju a thash dhe juve që ne nuk veprojmë me vitin zero, ka një punë të bërë. Unë do të përpiqem mbi këto piketa që janë vendosur të shtym akoma më tutje punët e Partisë Demokratike. Bujar Leskaj mbetet një aset i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës. Drejtuesi i ri politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, Aurel Bylukbashi, fton të gjithë kontributorët e Partisë Demokratike, ish drejtuesit e saj, të bashkohen kësaj force politike dhe tha se dera është e hapur për të gjithë. Thirrja jon do të jetë për cilin do kontributor, për cilin do ish shtetar të Partisë Demokratike, të cilët edhe për shkak të ndonjë qef mbetje, mund të mos e kenë gjetur veten, mund të jenë larguar, mund të jenë duke na vështruar nga larg, por që unë besoj që zemra dhe shpirti i tyre rreh përsëri për Partinë Demokratike dhe dera e Partisë Demokratike do të jetë e hapur për cilin do që do të rikthehet në dashurinë e vjetër. Bylukbashi foli edhe për takimin me median, ndërsa e cilësoi shumë të rëndësishëm rolin e tyre dhe gazetarëve në teren, pasi sipas tij, për të zhvilluar duhet të dëgjosh zërin e qytetarëve dhe mediave. E gjykova si shumë të rëndësishme një takim me të gjithë gazetarët dhe mediat lokale. Jo thjesht për faktin që pushteti i 4 është shumë i rëndësishëm, në një vend demokratik siç jemi ne, por dhe për faktin që unë mendoj që politika përpara se të jetë alternativë programe tjera, duhet të jetë një raport njerëzor. Dhe mendova të pim një kafe me të gjithë gazetarët e Vlorës sot për të ndërtuar një raport njerëzor, miqësor dhe sigurisht duke mbajtur dhe shënime, sepse në fund të fundit këta janë prezent gjatë gjithë ditës në terren, me banorët, me qytetarët, dhe ku ka më mirë se sa të dëgjosh zërin e gazetarëve dhe të mediave se çfarë hallesh, çfarë problemesh dhe çfarë shqetësimesh kanë qytetarët e Vlorës. Ky do të jetë një raport konstant gjatë gjithë kohës dhe unë mendoj që në punën e Partisë Demokratike të degës Vlorës, po jo vetëm degës Vlorës, por të gjithë degëve të Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, mendimi që do të vijë nga terreni i gazetarëve do të jetë një pjesë shumë e rëndësishme e punës tonë, sepse në fundit ne jemi një parti politike e cila në qoftë se nuk do të bëhet zëri shprehës i problemeve dhe i shqetësimeve të qytetarëve, është një forcë politike që nuk ekziston post pati këtë raport me qytetarët.